Ju premtuam që do të kemi dy çuna fantastik sot të ftuar dhe ja tek I kemi Gjibani dhe Tiri në Top Albania Radio. Mirë se erdhët çuna. Mirë se ju gjetëm. Ej, po hënjer si jeni? Mirë. Si u ka gjetë kjo verë? Mirë, jemi shumë bukur, jemi me një hit. Me hit veror na ka gjetë. Shumë në paqe me njëri tjetrin si bashkëpunëtor, jo si ca. Fillon kunja. I kemi shok me shoqe. Po. Thjesht po themi që ne po ja dalim ban shumë mirë, nuk po zgjemi për përqindje. Kjo është e rëndësishme. Ishte ai pushimi bashkë në Turqi që ju sheshoi çdo. Ai pushimi na ka bërë shumë nder, më thënë të drejtën, se xhirëm dhe klipin atje. Po. Ndihmon shumë. Na foli pak Klajdi për prej pecit që kishin me aktorët. Me atë vajzën. Ej, po si ka mundësi që e bindi Klajdi? Asnjëri nga ju? Më thënë çuditshme. Më tha mu fillimisht ta mu shifja ata. Ne kishim paqur në fillim atë gozën se vitin syre. E ka përgjithësisht edhe tha, "Çkoj ti them mirë asaj." Unë pa shpresë fare thash, "Po mirë ma Klajdi, shko bëje xhiro, po kota ke." Si kemi arrit në një pikë të muzikës që është më rëndësishme, bën më shumë sensacion të flitet se si u kap modelja, se si arritëm ne dy që ishim që u bë do dalim o xhipa do dalim aty dhe nuk na e dha atë kohën të dyve të përgjigjemi. Unë duhet të përgjigjem asaj. Tani është vetëm për ty. Faleminderit. Si arritëm dhe a ishin pushimet në Turqi, nuk ishin pushimet në Turqi sepse ne fillum këngën para se të shkojmë në pushimet në Turqi. Ishte mirëkuptimi të dyve edhe vlerësimi që kemi për njëri tjetrin, qysh aty brenda edhe pse kanë ekzistuar polemika, po e kemi vlerësuar njëri tjetrin si artist. Faleminderit shumë. Kjo është shumë e vërtetë. Në fakt se e keni treguar edhe gjatë qëndrimit aty pavarësisht sa kështu çekçekeve. Po më Bigu ashtu është tani. Nuk ka kuptim pa ato. Unë me thënë vërtetën te Bigu kam shkruar të paktën 20 ca tekste të paktën, edhe përveç asaj këngës që modifikova bëra remix për shtatat këngën Tirana që e quajta Big Brother. Po. Nuk është se pata mundësinë të ngjësoj se mu dha prioritet apo ndonjë gjë për me u marr me art. Domethënë aty ishte bjerit I bim. Po ka qenë edhe produktive pra se ke krijuar. Me gjithë bjerit I bim ke krijuar. Çka kam krijoj në kushte, në gjitha kushtet, po ta kam llafin që do doja shumë që disa këngë, disa krijime që kishim aty të kishim pas mundësinë të realizonim kur ishim brenda te shtëpia, jo domosdoshmërisht pasi dolëm. Tiri? Po. Për ty si ka qenë gjithë kjo? Eksperienca. Se ke krijuar me thënë të drejtën disa këngë aty, por edhe ky bashkëpunim eksaktësisht. Kam tentu, po, me thënë të drejtën. Shikoj, unë bashkëpunim me Gjibon ka qenë shumë interesant se unë pasi dola kisha dëshirë me bë një bashkëpunim. Paçka se s'ka kisha thënë dhe s'e kam thënë herë. Tani po e merr vesh. Kisha dëshirë me thënë të drejtën, po ka qenë ai sikleti duke qenë se brenda shtëpisë kemi pas sa polemika siç e diskutuam ca sikleta thash po t'ja them mirë po do kush disi do përgjigjet e ke parasysh. Edhe në moment bukur erdhi më tha Gjibo vet pastaj. Ora ta pse se bëjmë këngë tash. Po ndoshta e ka kuptuar Gjibo që ti e kishe. Me thënë drejtën përveç se vlerësimin që kam pas për Tirin si artist, edhe që nuk e ka humbur për asnjë moment të qenit artist aty brenda. Edhe këtë e kam pa më shumë ti pasi kam dal kur kam pa videon që un kam bë fjalë me Krisën dhe Tiri që në mënyrë shumë të vetëpërmbajtur shikoi kështu çfarë po bën, edhe nuk futet, nuk involvohet, e kam vlerësuar shumë këtë gjë. Një kjo e dyta punës ka qenë edhe Fifi dhe Angela Peristeri që më kanë këshilluar të dyja, që pse nuk bën një këngë me Tirin, pse s'bëj këngë me Tirin, ka shumë zërin e bukur, është domethënë ja vlen, edhe përveç zërit ja vlen. Po, i përshëndesim goca. I përshëndesim të dia. Dhe si përfundim është bërë zgjedhjen e durave, nuk çdo gjë vajti ashtu siç mendoi. Artistikisht flasim se. Artistikisht, me thënë të drejtën, ishte too good to be true, shumë e mirë për qenë vërtet se na vajtën gjërat, sigurisht që dham kontributin ton si nga ana artistike ashtu edhe nga ana financiare, por edhe me ndihmën e pushimeve në top, domethënë prodhimi Top Channel, me thënë drejtën arritëm atë produktin që deshëm sepse nuk është më vetëm muzika, ana e audios, është ana e videoklipit është shumë e rëndësishme, që mos thëm pa që e rëndësishme, ndoshta edhe pak më shumë.
Edhe është duke edhe në shikon tani që dole prap ka jona atë që videoklipi është me rëndësi se me rëndësi është patjetër videoklipi. Mirë, se bëjmë shakane në kështu. Me radh. Tani ajo që unë dua të di nga të dy ju, teksa ju sheh veç, ndoshta dikush që nuk e dinte që mund të ishte një këngë kaq e bukur me ju të dy, ndoshta nuk e lidhte dot stilin tuaj së bashku, por ja që ndodhi. Po. Do me thënë edhe ka funksionuar shumë mirë. Tiri tani po anon pak më komerç, se ke qenë më rock dikur. Po. Po ndihesh mirë se Gjibon e kemi në stilin e tij. Jo, shumë mirë. Po, thotë që Gjibon ndoshta po bëhet pak rock apo ka arritur ti në një javë fare. Do doja shumë të bëhesha pak më rock se që jam, po për fat keq jam ky që jam, nuk bëhem dot. Është arritje të kesh zërin e nuancat që ka Tiri. Është arritje, është diçka e cila kërkon shumë vite, me thënë drejtën unë nuk kam pas të prirje, kam pas prirje për nga muzika urbane, për nga zhanri urban, por sigurisht që admiroj. Doja tisha. Ndërsa për sa i përket dëshirës për të bashkëpunuar me rock artista, e kam pas gjithmonë si dëshirë dhe thjesht erdhi. Tiri, si u frymëzove për të krijuar këtë këngën, se sapo e tham që është më rock Tiri si natyrë, por këtu jemi ndryshe. Shiko, Tiri është më rock si natyrë, është vërtet, domethënë netët live gjithmonë kam këndu muzikë rock, pa çka se prodhimet e mia për këngët që kam krijuar në qenë vogëlie deri tani nuk është se kanë qenë aq rock, me thënë drejtë, por rocku ka qenë, si më thënë, pasioni im. Kënga lindi si, domethënë, doja të krijoja diçka të veçantë me Gjibon, edhe kisha këtë motivin, këtë refrenin. It's for money. Unë kaq kisha fillimisht, domethënë diçka të tillë, pastaj bashkë me Gjibon e zhvilluam dhe arriti aty ku është sot. Është pjesë e Top Awards tashmë, edhe faleminderit Top Awards. Janë disa këngë tuaja tashmë që janë pjesë e Top Awards. Tiri ka po ashtu edhe këngën e tij me Besën, që është pritur edhe ajo shumë mirë, edhe ajo pak më ndryshe se që jemi mësuar të shohim edhe ty dhe Besën. Dhe duket që kjo pjesa po ju bën pak më komercial. Aty jam pak më ndryshe, se me thënë drejtën ke materiali me Gjibon e gjej pak më shumë veten. Domethënë jam pak më, si më thënë, është pak më Tiri deri diku, ndërsa ajo me Besën pastaj është komplet eksperiment, për sa i përket asaj që unë ndi të bëj. Edhe ajo ka rezultuar një këngë e suksesshme, me thënë të drejtën. Besa kishte idenë me të bëj një këngë tjetër, e thash unë po pse, se është ja propozova unë këtë këngë. Ka më shumë klikime komerçi? Domethënë pak më komerç, nuk është aq komerç. Shiko, komerçi nuk është tem shumë e gjerë kjo, me thënë drejtën. Unë di të them që komerçi është një gamë shumë e madhe, nuk domethënë diskutim shumë i gjatë. Jo në konotacion absolutisht negativ, sepse komerç do të thotë këngë të cilat fiksohen, kërcehen, kanë ritëm dhe publiku i pëlqen dhe i bën replay gjithkohës. Bën trend në informacion. Unë kam pas qejf domethënë të tentoj të bëj gjëra të tilla. Në momente kam gjetë veten që i sakon thashë I can do that, mund ta bëj këtë gjë. Kam bërë rreth 15 vite për cilën, domethënë unë konsideroj që kam bërë 15 vite muzikë të mirë, dhe tani jam në fazë tranzicioni, që nuk do të thotë që nuk po bëj muzikë të mirë, thjesht jam në një fazë tjetër, po eksperimentoj, po bëj muzikë pak si më elektronike, pak më dance, më komerc. Edhe bashkohesh me zhanra të tjerë, në rastin e Gjibos që është një ndër reperat që legjenda Gjibani. Është kjo puna e tij. Kjo puna e tij, jam legjendë e tij. Di se çfarë do të thotë fjala legjend si fillim. Kjo puna e tij që përshtat zhanrin e tij edhe bën këtë daljen në komerc, sepse edhe për faktin që tha që i kam dhënë 15 vite muzikë të bukur, është pak si puna ime me hundën, që kam jetuar 44 vjet me këtë hundë dhe tani mendoj ta bëj atë. Ka një tranzicion estetik. Kështu që për sa i përket muzikës hip hop, zhanri urban ka vend, edhe gjithmonë ka pas vend për tu adaptu. Qysh në kohët e lashta, Ice Cube, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine ka qenë me Slipknot, mos bëj gabim që ka bë te War and Peace, domethënë kanë me Linkin Park, ka sa Redman Method Man me Limp Bizkit. Ka ekzistuar gjithmonë ky kombinimi. Po, vërtet. Po ishte ka qenë shumë e lehtë ai procesi i krijimit,
ka qenë shumë i lehtë sepse kur erdhi Tiri, erdhi me atë melodinë dhe ne pastaj e zhvilluam komplet gjën. Domethënë koha për sa kohë kemi shkruajt tekstin dhe kemi bë melodinë, edhe kur futesh TikTok dhe shikon që e kanë vjedh nga Armend, do ta flasim. Po do të flasim herën tjetër që do bëjmë publicitetit. Okej, herën tjetër që do bëjmë këngë, do kemi një telefon kështu që shiko po bëjmë këngë, ta dokumentojmë. Faktojeni, publicitet.